Kemi dhe mirë se erdhët edhe një herë. Ky është luku që kam krijuar sot për ju. Është një luk i inspiruar nga Kylie Jenner, vetëm me një ndryshim të vogël në ngjyrën e buzëve. Do e vë foton diku këtu, që ju të shikoni. Dhe nëse dojnë të dini si ta krijoni, vazhdoni shikojnë tutorialin. Si fillim, do vendosim bazën e syve, Ingot Under Eye Makeup Base, në të gjithë syrin. Po përdor furçën 22T. Me furçën 4cc do aplikojmë ngjyrën 106R në të gjithë syrin. Kjo ndihmon që të gjitha hijet e syve që do vendosim të shkrihen më lehtë me njëra tjetrën. Pas kësaj do përdor ngjyrën 102R. Kjo është një ndër ngjyrat e mia të preferuara në Inglot, jo vetëm sepse është me 3 pjesë, por sepse të treja këto pjesët përdoren në pjesën ku paloset syri dhe në çdo lloj toni lëkure, si në të hapur ashtu dhe në të errët, pasi të lejon të luash. Është një ngjyrë kafe në portokalli të lehtë. E sfumojmë lehtësisht. Me lëvizje rrotulluese dhe shumë të buta të furçës. Furça është 4cc. Dhe vazhdojmë deri në përjetësi. Deri nesër do jem këtu. Duke sfumuar këtë ngjyrë. Takojmë nesër. Pas kësaj marr një ngjyrë kafe pak më të errët, numri 357, dhe gjithashtu pak më ftohtë, nuk ka hije të portokallis në të. Këtë e vendosim me kujdes te pjesa prap ku paloset syri, ku formohet. Te pjesa ku formohet kjo si u mbrapsh, nuk e di. Dhe më poshtë se sa kemi vendosur ngjyrën e parë. Ngjyrat bazë do vendosen. Tani do ju tregoj sekretin për të arritur një sy me bisht, edhe nëse nuk keni një dorë profesioniste. Mënyra se si ta arrini bishtin e syrit është me një produkt që juve nuk e prisni. Shirit ngjitës i thjesht, nuk ka pse të jetë ngjyrë i dukshëm, mjafton që të jetë i sigurt për fëmijët, nëse është i sigurt për fëmijët, është i sigurt për sy tuaj. Prisni një pjesë të vogël dhe ngjiteni te syri, duke u orientuar nga cepi i syrit te cepi i vetullës. Luku që po përpiqemi të rikrijojmë ka në qepall një ngjyrë gold dhe unë për ta krijuar këtë do përdor Inglot Gel Eyeliner Waterproof në numrin 95. Do përhap këtë produkt te qepalla e syrit me këtë furçën 22T, që është furça e concealerit, por gjithashtu mund të përdoret edhe për produktet kremoze. Kur përdorni produkte kremoze në sy, duhet të keni parasysh që menjëherë pas përdorimit duhet t'i mbani në vend me një produkt pluhur. Për këtë unë kam zgjedhur një eyeshadow shumë të ngjashme me ngjyrën e eyelinerit që vendosëm si bazë në sy. Ky është numri 07, është një ngjyrari me shkëlqim. Do e marr këtë me furçën e shesht numër 11C. Dhe do e vendos mbi pjesën ku kam vendosur eyelinerin. Për t'i erësuar pak cepin e syrit që të duket syri sa më me bisht si në foto, do të përdor këtë ngjyrën kafe, numër 329, që sapo e hëngra me sy dhe e hodha. Dhe e thyeta. It's okay. Punon. Bën punë. Me furçën 29 po. Vetëm në fund të syrit. Në formën V-je. Për penenin e zi do të përdor Inglot AMC Gel Eyeliner në numrin 77. Do e përdor me furçën 23T, e cila është një furçë hollë dhe drejtë. Në foto eyelineri duket më i hollë në fillim të syrit dhe më i trashë duke arritur në fund të syrit, dhe kjo jep efektin e një syri më të zgjatur. Gjithashtu ne do e kemi më të thjeshtë aplikimin e eyelinerit prej ngjitësit që kemi vënë.
Tani erdhi koha të heqim gjecin dhe të shohim. Si sa thjesht na doli një penel perfekt. Për të lidhur penelin e zi me pjesën tjetër të syrit, unë do të përdor një laps të ngrohtë, i cili është AMC Advanced Makeup Components Eyeliner në numrin 102, ngjyra kafe, dhe do e vendos këtë vetëm në cepin brenda të syrit. Tani me tonën e syve numër 35, cila është një e bardhë dhe shëndritshme, do theksoj pjesën poshtë vetullës dhe cepin e syrit, duke përdorur fuçën 29 kohë. Tani do të përdor hijen e syve numër 102R në pjesën poshtë syrit. Tani po vendos hijen numër 329 në të njëjtën pjesë poshtë syrit, por më afër me qerpikët. Gjithashtu po e lidhem me penelin. Tani është radha për qerpikët dhe unë do të përdor Inglot False Lash Mascara. Do të vëj një shtresë të lehtë, pasi do të aplikoj qerpik falco. Tani po aplikoj qerpikët 39 dhe këta ngjasojnë shumë me ato që po përdoreshin në foto. Presim sa të thajnë dhe së të mbaruan. Për buzët, në foto Kylie kishte përdorur një ngjyrë kafe të errët, por unë do ta ndroj pak. Meqense na kanë ardhur buzëkuqe të reja në dyqan, koleksioni Black Swan, dhe unë i dashuroj, do të përdor një nga ngjyrat, lila e errët. Për të bërë konturet e lapsit të errët lila, do të përdor lapsin Eye and Lip Pencil nga Ingloti. Pasi vendosa lapsin, do të vendos buzëkuqen në të gjithë buzën, duke kaluar sipër dhe pjesës ku vendosa lapsin. Tani me fuçën 22T do të marr pak concealer dhe do të rregulloj cepat e buzëve në mënyrë që të duken sa më perfekta. Duhet të kemi kujdes, pasi kjo duhet bërë gjitha me një lëvizje, sepse ndërkohë që fuça e fshin buzëkuqen aty ku s'duhet të jetë, edhe e merr me vete, kështu që nëse aplikon disa herë, mund të bëhet rëmuj. Pra kjo ishte edhe për tutorialin e sotshëm, shpresoj t'ju ketë pëlqyer dhe të keni mësuar diçka. Nëse ju pëlqeu, bëni like, subscribe dhe follow dhe më lini koment poshtë.